për zonë. Po që ta janë larguar dhe s'janë lejuar, tash, po të regoj s'janë lejuar, mo me marë pjesë në luftë UÇK-s, prej nëndorit. Mas vramës tonit edhe micit, edhe për para kanë qenë OSBE-ja pa armatosën. Edhe OSBE-ja pa armatosën kanë qenë vëzhgus, ndërmesus, ndërmes forcave sërbe, ndërmes populatës civile dhe ndërmet UÇK-s. Edhe ata kanë hetu, kanë qenë ndërkombëtar të perëndimit, kanë qenë generalet luftës në përvojë shumë vjeçare. Edhe ata kanë nisë me hetu UÇK-n, se mos është UÇK-ja ushtri e fesë, ushtri që mbron fe, që lufton për fe. Edhe në atë moment, prej nëndorit, shtabi përgjithshëm, kallon urdhën, dhe ne i kemi prej retijës Rahovesit, i kena përcjell shumë që ta që kanë qenë hoxhallar. Ju jeni taku po. Ishta me dorë te ish presidenti Hashim Thaçi dhe Kadir Veselja. Kanë qenë ata kundra fejes, kështu domethënë. Jo. Keni pas takime. Tash ata kundër fesë nuk kanë qenë. Unë prapë them kështu me sigurit plot, kështu me bindjet plot temen që shumica e shqiptarëve, e kombit shqiptar janë fetar. Shumica janë fetar. Çfarë besimi kanë, po janë fetar. Tash, a e predikojnë fenë, a e respektojnë fenë, a e kryjnë ritualet të fesë, aty janë pakica. Aty janë pakica. Do më thënë si praktikus të regull të fesë, janë pakica. Mirë po, a janë fetar, me bo mi thënë, edhe ortodoksit fetar, ti si e fetar, me thënë, edhe krishterit, katolikut, me thënë, edhe hajvërot, me thënë, që si e ti s'ke zot. Po edhe muslimanit, me thënë, ne jemi fetar shumica, ama praktikus të fesë, si mas kërkesave zotit, jemi pak. Se i ka më do mësave shumë special. Do ta respektoj kohën. Unë kam njoft edhe një personalisht. Edhe ish presidente? Edhe ish presidente, edhe Kadrin, edhe Jakupin, edhe Regjen, gjithë. Unë uroj që sa ma shpejt të dalin ata përhale që po ballafaqohen pa drejtësisht si rezultat edhe i kontestit mrekullt që ka ndërë politikë në Kosovë këtu, po dhe kryesisht si rezultati presionit që ka bo Serbia, mi bashkësi ndërkombëtare dhe shpionazhet që ka shtri për Kosovë dhe narratives që ka ndërtu kundër UÇK-s. Tash, si Kadriu, si Hashimi e kanë patë një vizionin e qilirimit venit. Po e përsëris, UÇK-ja mas pakti ka patë bëj me fe. Në UÇK kanë qenë gjithë, si katoliku, ka patë edhe ortodoks të Shqipërisë, si muslimani, do thotë, kur besimi do thotë nuk ka qenë, ai like motivi i UÇK-s, ka qenë liria e venit, gjuha, kultura, drejtat civile, drejtat shtetërore mi patë kombi shqiptar. Ka që ka patë. Sigurisht. Ne mas shkojmë qas larë se ne kemi pas veçtërimin e vendit. Po, e vërtet. Nuk i kemi ditë që mica, veç pak. Edhe nuk ndodh asë një rast në ushtërim trimtar të Kosovës, edhe pse kam pas të tre konvencionë, që asë një herë njoni tjetën me fi ose me ofendu gjatë luftës. A ke ndëgju? Jo. A ke ndëgju? Jo. Unë jo. Edhe ne nuk i kemi ditë që të drejtët, shumica e ushtarëve janë me shkollë të urtë, me shkollë të mesme, janë familjeve të varfra që as buk s'kan pas. 90% e ushtarëve janë të familjeve të varfra që as buk s'kan pas. Ose kanë ikë prej borgjit, ose kanë ikë që pi ndjek policie, që pi ndjek pushteti, e kuku për neve për tash të nëntarë që... Nuk mendojnë këtë drejtim, se UÇK-n e ka nisë disa intelektual të ri, disa intelektual që natyrisht që ushtar nuk e mujti me marrë në ato zonat ku nuk ka fillu lufta, po e ke marrë në ato zonat ku ka fillu lufta dhe ti nuk e mujt me zgjell tash edhe me rekrutu ushtarin ideal. Po të gjitha ta që kënë bashkan gjitë. Asë njënë se kemi rekrutu. Se ka qenë ushtri vullnetare. Nuk kemi rekrutu. Po pikrisht, kushu bashkan gjitë ka qenë i mirësardhur. Ama nuk kanë bashkan gjitë njerëz
klasës Ka më tull. jo, nuk i quajnë Ushtat thjesht, ushtat thjesht. Pse keni thonë për disa deklarate, kam dëgjuar që keni thonë Albin Kurti është shkatruesi më i madh i Kosovës. Po është shkatruesi më i madh i Kosovës. Pse? Pse? Ai ka ardhur, e ka marrë qeverisjen e tij e ka marrë kundër zajednicës. S'ka zajednicë. Me mu, as bisedime nuk ka për zajednicë. Leje me bë zajednicë. S'ka zajednicë. As asi, as kësi. Me që to i ka fitu zgjedhjet e fundit. Ai kur gjë s'ka bo tjetër çka për 4 vite, veç është marrë me zajednicën, edhe rreth zajednicës, edhe do pickimeve, do palidhe që ai nuk është që nuk din. Unë tash kam dëshime të që është diçka shumë më i rrezikshëm se çeto që peqet. Çfarë dëshime? Po tregoj masanene, Jo ai që s'din çysh fitohet.